Selam alaikum hoxh, a hyn gjëna me ja ndalu fëmin ish bashortës apo bashortit me I pa? Anonim. Aleikum salam rahmatullah. Këtu anonim nuk mujnë me bo pyetjen, por emna nuk qesin. Ama këtë pyetje duhet me lexu edhe me pa të gjithë kështu. Andaj ai I cili mendon se pyetja e tij mundet me u kuptu nga dikush që s'po do me marrë vesh, mos ta bëje fare. Ha? Me rëndësia emna nuk përmendën këtu. A ban me ndalu apo jo? Kemi dy situata. Situata primare dhe ajo e rastit. Primare është që secili prind ka të drejtë me I pa fëmijët e vet nëse janë nda dy bashortët. Ka drejtë me I pa, parimisht. Pastaj për X arsye, nëse lind nevoja me u nalë fëmijët mos me I pa, ose mos me taku, ose mos me nejt njëri prej bashortëve për X arsye, pra gjithmonë për një dëm që mundet me ndodh, atëherë themi, nëse e parashef feja, ose e parashef ligji, ose është një dëm I madh nëse ata takohen, atëherë mund të themi që ndoshta ban me ndalu. Për shembull, I marri qënë në drogë, I marri qënë në amoralitet dhe pse janë pa marrë pasu shfra moshe, po, ose I prapë, ishte me vjedhë, atër I ndalohet. Po parimisht, thjesht për hakmarje ndaj grus, ose gruja ndaj burrit, për hakmarje, se len me I pa fëmijët, ose shpiv diqka në shtet, edhe ata e ndalojnë më afru baba ose nana kaq metër, kaq kilometër vendet ku jetojnë fëmijët, shkollës ku shkojnë fëmijët. Kjo është zullum. Kjo është zullum. Mas shumë ti që po e vujnë ndarjen e prindërve janë fëmijët. Pastaj kur po qëllon prindi, ajo fjala popullore që përmendet, katil, I pa shpirt, I pa rahmet ndaj palës tjetër. Po kanë baba ose po kanë nana me I pa fëmijët, veç për inati pse ka mujt ky me ja ndalu ose kjo me shpifje kjo nuk ban. E nëse ka arsye, na kemi raste kur fëmija kur takot ose shkon një herë në 2 javë te njëri prind, kur kthehet irritohet me këtë prindin tjetër, e shane, ofendon, e ban vepra që s'u bjen veti pastaj ky prindi një muj ditë. Themi këto situata bën maki duhet me nal. Por gjithsesi, detajet janë ato të cilat e vendosin me lan a mos me lan takimin me prindin tjetër. Zoti mos na sprovaf me raste të tilla.